Kozak Braçi, gjëtë qiko pisha. As të shaj familjen, as nënën, as babën. Ma ke sharë dijen dark në orën 3 të mëgjesit, ke qënë tapi pirë. Ke sharë mua dhe kush më ri për mbrapa na mua, ke thënë, që kush më ri mua shokët e më thetë tash. Kam ca fratello na Shkodra, që janë tërbuar sot, dhe më kanë marrë në telefon, kanë thënë, din TikTok thuajna 2 llafe Kozakut, edhe po t'i them tani o Kozak, nuk ka nevoj të të shajnë TikTok, po ta pres biletën una, ta pres biletën unë, të dalim të presim në Firenze, në aeroport, edhe shofim. Do më qish familjen, apo do të qi familjen. Në qofë se nuk vinë do të Firenze, na jep një lokacion të vim sot. S'kam qa të bëjmë më shumë, po. Na jep një lokacion të vim direkt tani, apo të presin qunat. Po presin top e gjinët e Shkodrës. Na jep një lokacion, po. Janë tërbuar qunat se më keshar mua, edhe kush më ri për mbrapa na mua. Mua më ri nashje dhe Shkodrës na mbrapa, që janë më të fortë të Firenze. Nuk të qajnë TikTok, nuk të qaj as nënën, as gruan, se s'ka faj familja se e ti bëtë shirë djallë, pianec. Ka shkisha unë o Kozak, më jep një lokacion, ose po do të vishë Firenze vla të presim biletën. Si thua? Zidh vlaj, ke 2 zidhje. O një lokacion ose të presim biletën, të vim të marim në aeroport,